Preshevë, malit kur sunda. Moje bukura Preshevë, zemra ime ku ka plas. Sa të roje, sa të ty në shpirt do të tonë. Presheva në udhëtimin e radhës më priti me diell të ngrohtë dhe erë që sillte aromën e tokës shqiptare. Në për rrugët e qytetit historik në luginën e Preshevës, ndjeja pulsin e një komuniteti që lufton çdo ditë për të mos ushuar. Flamujt shqiptar valviten krenar mbi shtëpitë dhe institucionet, sikur të thonë ne jemi këtu, nuk largohemi. Si gazetar që kam raportuar nga New Yorku e Tirana, por dhe nga shumë vendet e tjera, kjo vizitë në Preshevë më preku thellë. Nuk ishte thjesht një udhëtim, por një zhytje në realitetin e shqiptarëve që jetojnë në jug të Serbisë. Pra aq sa qëndrova në Preshevë, takova me banorë që flasin me zë të urlët, por me zemër të fortë. Ata tregojnë për diskriminimin sistematik, për adresat që zhduken në letër, për diplomat që nuk njihen, për punë që nuk gjenden dhe për një neglizhim ekonomik që i detyron ata të rinj të largohen drejt botës. Një biznesmen shqiptar dhe aktivist i njohur në Preshevë më tha se ne duam vetëm të jetojmë si njerëz normal, me të drejtat tona bazë, as më shumë dhe as më pak se sa pakicat në Kosovë. Teksa ecnim në një nga sheshet kryesore, fjalët e tij pasqyronin një realitet të hidhur, por dhe një krenari të pathyeshme. Një ndër takimet më të rëndësishme për mua gjatë kësaj vizite në Preshevë ishte me Visar Mehmetin, politikanin e shquar të Preshevës, president i Alternativës për Ndryshim apo në. Ai më priti me mikpritje të ngrohtë që në pikën kufitare Tabanoc. Mehmeti ish shef i shtabit në administratën komunale dhe kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet e 2024-s, një çdo rrugic, çdo hall dhe çdo problem të kësaj lugine. Ai flet me pasion për nevojën e unitetit dhe për zhvillimin që i mungon kësaj ane. Në krye të komunës së Preshevës sot është Ardita Sinani. Pas zgjedhjeve lokale të përsëritura me 2 qershor 2024, ajo udhëheq një koalicion të gjerë shqiptarësh, Partia për Veprim Demokratik, së bashku me Partinë Demokratike Shqiptare dhe Unionin Demokratik Shqiptar. Sinani, që më parë ka qenë këshilltare për luginën e Preshevës pranë kryeministit Albin Kurti, thuhet se përfaqëson një erë të re në Luginë. Deputeti Shaip Kamberi, i vetmi shqiptar në kuvendin e Serbisë, e ka cilësuar këtë zgjedhje të Ardita Sinanit si një distancim të qartë nga politikat e presidentit serb Aleksandar Vučić. Duke thënë, më në fund Presheva bën distancim nga bashkëpunimi me politikat e Vučićit. Ish zyrtari i lartë i kësaj komune shqiptare, zoti Mehmeti, në një intervistë të posaçme nga Presheva, na tha se komuna zyrtarisht i ka mbi 35.000 banorë, me shumicë dërmuese shqiptare. Megjithatë, shqiptarët e kësaj lugine ndihen si minoritet i harruar në vendin e tyre. Shkollat mbajnë emrat e heronjve kombëtar, institucionet kulturore ruajnë gjuhën dhe traditat, por ekonomia është e dobët, investimet mungojnë dhe presioni është i përditshëm, tha ai. Tek ecja nëpër Preshevë ndjeja një kontrast të fortë, krenari kombëtare nga njëra anë dhe vështirësi reale nga ana tjetër. Të rinjt ndërrojnë një të ardhme këtu, por shumë prej tyre detyrohen të emigrojnë vite me vite. Vizita e politikanëve nga Kosova dhe Shqipëria, thonë preshevarët, sjellin gjithmonë një frymë shprese dhe mesazhe mbështetje të qarta. Tashmë shqiptarët e Preshevës duket se nuk janë më thjesht një pikë në hartë, ata janë pjesë e pandashme e kombit tonë. Si gazetar e shoh të qartë se këta meritojnë vëmendje shumë më të madhe nga Tirana dhe Prishtina, por edhe nga diaspora. Uniteti, mbështetja konkrete dhe zëri ndërkombëtar mund të ndryshojë të ardhmen e tyre. Nga Presheva, ku zemra e Shqipërisë rreth me forcë pavarësisht gjithçkaje, kthehemi me shpresë, por dhe me detyrim për të treguar më shumë.
për televizionin Kultura Shqiptare nga Presheva, Bekir Sina.